Nëna, mos u mërzisni, por dikush duhet t'ua thot, edhe më mirë se sa unë s'ka kush t'ua thot këto gjëra. Nëse në shtëpi ka çdo ditë pije me sheqer, patatina, ëmbëlsira, ushqime të gatshme, mos u çuditni kur fëmia nuk zgjedh sallatën, apo jeshillëqet, apo perimet. Ndonjëherë dashuria për të vegjëlit tuaj ngatërohet me plotësimin e çdo dëshire që ata kanë. Po blej një pije me gaz, ma merr një fast food, dua patatina, dua diçka të ëmbël, dua të ha para telefonit dhe ju për ta qetësuar, për të mos e mërzitur, për të mos debatuar çdo ditë, shpesh thoni se s'u bën nami, është fëmijë, është në rritje, por jo çdo gjë që përsëritet çdo ditë është e pafajshme. Kënaqësi të takojmë edhe një herë miq dhe mikesha virtual. Sot do të flasim për ushqimin, obezitetin dhe një problem që po prek gjithmonë e më shumë fëmijët, adoleshentët dhe të rinjt, zakonet e përditshme që duken normale, por që me kalimin e kohës mund të dëmtojnë seriozisht cilësinë e jetës së tyre. Dhe do ta them që në fillim, kjo nuk është një temë për të turpëruar fëmijët. Nuk është temë për t'i thënë një adoleshenti je i shëndosh. Nuk është temë për ta bërë një vajzë apo një djalë të ndjehet keq me trupin e vet. Jo. Kjo është temë për shëndetin, për metabolizmin, për energjinë, për gjumin, për mëlçinë, për zemrën, për mënyrën si një fëmijë rritet dhe për mënyrën si ne ja ndërtojmë rutinën pa e kuptuar. Sepse fëmia nuk e mbush vetë frigoriferin, nuk e bën vetë listën e pazareve, nuk vendos vetë çfarë ushqime shka çdo ditë në shtëpi. Fëmia nuk lind me zakonin për të pirë çdo ditë pije me sheqer. Dikush ja mëson, dikush ja lejon, dikush ja bën normale. Edhe këtu o nëna do t'ju prek pak në tela, po do t'a bëj sërish, me respekt, por do t'a bëj. Sepse shumë herë, kur fëmia fillon të shtoj pesh, ne e shpjegojmë me fjali shumë të thjeshta. Ka oreks, është në rritje, do zgjatet, do bëzohet vetë, është akoma i vogël, edhe ne kështu kemi qenë, ndonjëherë mund t'jetë e vërtet, por ndonjëherë jo. Ndonjëherë pas shtimit në pesh, fshihem ndryshime shumë të rëndësishme, si sheqeri i lartë në gjak, lodhje, uri e vazhdueshme, çrregullimi i gjumit, mëlçi e dhjamosur, tension më i lartë, mungesë e përqendrimit dhe rënje e energjisë. Në nivel botëror, Organizata Botërore e Shëndetësisë, pra OBSH, ka raportuar se në vitin 2022 mbi 390 milion individ të moshës nga 5 deri në 19 vjeç, pra 390 milion individ të moshës nga 5 deri në 19 vjeç. Ishin mbi pesh, ndërsa mbi 160 milion të tjerë jetonin me obezitet. Shifrat tregojnë një rritje të ndjeshme nga 8% në vitin 1990 në 20% në vitin 2022, që do të thotë se sot rreth 1 në 5 fëmijë dhe adoleshent preken nga mbipesha ose obeziteti. UNICEF, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, raporton gjithashtu se obeziteti në këtë grup mosh ka arritur në 9.4%, duke kaluar për herë të parë nën peshën, e cila llogaritet aktualisht në rreth 9.2%. Kjo tregon se bota nuk po përballet vetëm me mungesë ushqimi, por edhe me ushqim të tepërt në kalori dhe të varfër në vlera ushqyese. Një fëmijë mund të hajë shpesh, por të mos ushqehet mirë. Mund të jeti ngopur në stomak, por trupi të jeti varfër në fibra, proteina, vitamina, minerale dhe energji të qëndrueshme. Dhe kjo ndodh kur ushqimi i përditshëm dominohet nga produkte ultra të përpunuara, pije me sheqer, snacks, patatina, ëmbëlsira industriale, fast food, salca, produkte të gatshme, ushqime të skuqura, çokolata, biskota, drithra të sheqerosura dhe vakte që hahen shpejt para ekranit. Nuk po them që fëmia nuk do të hajë kurrë një ëmbëlsirë. E nuk po them që duhet të ktheni shtëpi në regjim ushtarak, por kur këto bëhen rutinë e përditshme, atëherë nuk janë më qejf, janë zakon. Dhe zakoni kur përsëritet çdo ditë formon shëndetin. Problemi nuk është një pije me gaz, problemi është kur uji i zëvendësohet me pije me sheqer. Problemi nuk është një hamburger, problemi është kur fast foodi bëhet vakti kryesor disa herë në javë. Problemi nuk është një ëmbëlsirë. Problemi është kur çdo mërzitje, çdo stres dhe çdo shpërblim lidhet me ushqim të ëmbël. Problemi nuk është telefoni. Problemi është kur fëmia ha gjithmonë para ekranit dhe nuk e kupton fare sa po konsumon dhe çfarë po konsumon. Në ato moment insulina punon më fort, uria bëhet më shpejt, energjia bie më shpejt, gjumi prishet, lëvizja bëhet më vështirë dhe fëmia që duhet të ndihet aktiv, i lirë dhe energjik, fillon të ndihet i lodhur,
i rënduar dhe shpesh i pasigurt. Prandaj sot nuk dua t'ju flas fëmijëve, dua t'ju flas juve, nënave, sepse një fëmijë nuk ka nevojë të qortohet, ka nevojë të ndihmohet, nuk ka nevojë t'i thuhet je shëndoshur, ka nevojë që dikush në shtëpi të ndryshojë rutinën. E pyetja kryesore është kjo: çfarë ndodh realisht në trupin e një të riu kur ushqimi i keq, mungesa e lëvizjes dhe gjumi i çrregullt bëhen pjesë e përditshme e jetës? Nëna, kur fëmia lodhet shpejt, fle keq, ha pa kontroll dhe nuk ka energji, mos e kaloni gjithmonë me "është adoleshent". Jo çdo sinjal është fazë moshe. Obeziteti të të rinjt nuk është vetëm çështje pamje, nuk është thjesht ka marrë disa kilogram, është çështje metabolizmi, hormonesh, gjumi, frymarrje, zëmre, mbëlqije, kockash dhe shëndeti emocional. Komplikacioni i parë që duhet kuptuar është rezistenca ndaj insulinës. Insulina është hormoni që ndihmon trupin të përdorë sheqerin në gjak si burim energjie. Por kur ky hormon përballet vazhdimisht me sasi të mëdha sheqeri, shumë nise shtete rafinuara dhe shumë kalori, qelizat mund të fillojnë të mos i përgjigjen siç duhet insulinës. Atëherë trupi e prodhon në sasi më të lartë këtë hormon për të mbajtur sheqerin në kontroll. Në fillim, fëmia thjesht mund të jetë i lodhur, të ketë uri shpesh, të kërkojë ëmbëlsira, të ketë rrënje energjie gjatë ditës ose të jetë më nervoz, më i përgjumur dhe më pak i përqendruar. Me kalimin e kohës, rezistenca ndaj insulinës mund të rrisë rrezikun për prediabet dhe diabet tipi 2. Dikur diabeti tipi 2 konsiderohej më shumë problem i moshave të rritura. Sot po shihet edhe te të rinjt. Dhe kjo duhet të marrë seriozisht, sepse kur një problem metabolik fillon herët, trupi ka më shumë vite përpara për të përjetuar pasojat e tij. Një tjetër organ që preket shpesh është mbëlqia. Kur ushqyerja është e pasur me sheqerna, pije të ëmbla, yndyrna të pashëndetshme dhe produkte ultra të përpunuara, mbëlqia mund të fillojë të grumbullojë yndyrë. Kjo gjendje njihet si mbëlqie dhjamosur metabolike. Në fillim mund të mos jap dhimbje dhe ndonjëherë zbulohet vetëm në analiza ose në ekografi. Dhe këtu shumë prindër habiten. Si ka mundësi? Është i ri. Po, është i ri. Por edhe një trup i ri lodhet kur mbi ngarkohet çdo ditë. Pastaj vjen zemra dhe qarkullimi i gjakut. Te të rinjt me obezitet mund të shfaqen më herët tensioni i lartë, yndyrna të çrregullta në gjak dhe faktorë të tjerë që lidhen me rrezikun kardiometabolik. Kjo nuk do të thotë që çdo fëmijë me mbi peshë do të ketë probleme zemre, por do të thotë që nuk duhet të presim derisa situata të bëhet serioze për ta marrë parasysh. Një tjetër komplikacion që shpesh kalon pa u vënë re janë yndyrnat e çrregullta në gjak. Kolesteroli dhe trigliceridet mund të rriten edhe te të rinjt, sidomos kur regjimi i përditshëm ushqimor ka shumë produkte të skuqura, pije me sheqer apo ëmbëlsira industriale. Këto ndryshime nuk dhëmbin, por analizat i tregojnë dhe kur fillojnë herët, ato mund të ndikojnë në shëndetin e enëve të gjakut dhe të zemrës për shumë vite më pas. Obeziteti mund të lidhet edhe me inflamacion kronik të ulët në trup. Kjo do të thotë se organizmi qëndron në një gjendje të vazhdueshme stresi biologjik. Nuk është inflamacion si ai që shohim kur kemi një plak të hapur, por një reagim i brendshëm që ndikon në metabolizëm dhe në rrezikun për sëmundje të tjera me kalimin e kohës. Një tjetër problem shumë i rëndësishëm është gjumi. Nëna, nëse fëmia gërhet shumë, fle keq, zgjohet i lodhur, është i përgjumur gjatë ditës, nuk përqendrohet dot ose është vazhdimisht nervoz, ose shihni vetëm si portaci apo telefoni tepër. Ndonjëherë obeziteti lidhet edhe me probleme të frymarrjes gjatë fjetjes, përfshirë apnen e gjumit. Te disa fëmijë dhe adoleshent, obeziteti mund të shoqërohet edhe me azëm ose vështirësi më të mëdha në frymarrje gjatë aktivitetit fizik. Mund të shfaqen edhe probleme me tretjen, si refluksi gastroezofageal, pra kthim i aciditetit nga stomaku drejt ezofagut. Fëmia mund të ankohet për djegje, rëndesë pas ushqimit, të përziera ose siklet në kraharor pas vakteve. Në disa raste, obeziteti lidhet edhe me rrezik më të lartë për gurë në tëmbë, sidomos kur ushqyerja është e çrregullt dhe shumë e pasur me yndyrna të pashëndetshme. Kockat dhe nyjet, kyçet, janë një tjetër pjesë që preket. Trupi i një fëmije është në rritje, kur pesha e tepërt ushtron presion të vazhdueshëm mbi gjunjët, këmbët, shpinën dhe ijet, mund të shfaqen dhimbje, lodhje gjatë ecjes, shmangje e sportit dhe ulje e dëshirës për të lëvizur. Dhe pastaj krijohet një rreth vicioz. Sa më pak lëvizje, aq më shumë do bësohet kapaciteti fizik. Sa më shumë lodhje, aq më shumë shmanget aktiviteti, aq më vështirë bëhet rikthimi në ritmin normal të jetës.
Te vajzat adoleshente, obeziteti mund të lidhet edhe me çrregullime hormonale. Mund të shfaqen cikle menstruale të çrregullta, akne më të theksuara, rritje më e madhe e qimeve në zona të caktuara ose shenja që lidhen me sindromën e vezoreve policistike, të njohur si PCOS. Kjo nuk do të thotë se çdo vajzë me mbi peshë do të ketë PCOS. Por kur pesha, rezistenca ndaj insulinës dhe hormonit ndikojnë tek njëra tjetra, duhet të bërë vlerësim mjekësor. Një tjetër pasojë që shpesh nënvlerësohet është mënyra si fëmia krijon marrëdhënie me ushqimin. Kur ushqimi përdoret për ngushëllim, shpërblim, qetësim ose për të mbushur boshllëqe emocionale, me kalimin e kohës mund të krijohen modele të çrregullta të ngrënit. Fëmia mund të hajë shumë kur është i stresuar, të fshehë ushqimin, të ndihet fajtor pas ngrënies ose të kalojë nga kufizimi i fortë te ngrënia pa kontroll. Obeziteti mund të ndikojë edhe në lëkurë. Dhe disa të rinj mund të shfaqen irritime në palët e lëkurës, thjeshtësi e shtuar, skuqje, infeksione të përsëritura ose njolla të errta në zona si qafa dhe sqetullat, të cilat ndonjëherë lidhen edhe me rezistencën ndaj insulinës. Edhe këto janë sinjale që trupi mund të jetë në presion metabolik. Dhe ndoshta gjëja më e rëndësishme, një fëmijë me obezitet ka më shumë gjasa të vojë këtë problem edhe në moshë madhore, nëse rutina nuk ndryshon herët. Pra, nuk po flasim vetëm për peshën e sotme, po flasim për shëndetin që ai fëmijë mund të ketë pas 10, 20 apo 30 vjetësh. Por ndoshta pjesa më e ndjeshme është shëndeti emocional. Një fëmijë ose adoleshent me obezitet shpesh nuk vuan vetëm nga metabolizmi. Vuan edhe nga komentet, krahasimet, shikimet, bullizimi, batutat, talljet dhe fjalët që të rriturit i thonë për të mirën e tij, por që ati mund t'i mbeten në mendje për vite me radhë. Prandaj nëna, kujdes me fjalët, mos i thoni shiko si e bër, nuk të bëjnë më rrobat, po vazhdove kështu do të përfundosh shumë keq, mos e turpëroni para familjarëve, mos e krahasoni me motrën, vëllain, kushërin apo shokët, sepse turpi nuk shëron. Shpesh e përkeqëson marrëdhënien me ushqimin. Fëmia mund të fillojë të hajë fshehurazi, të mbyllet në vetvete, të humbas vetbesimin, të shmang aktivitetet sociale ose të përdor ushqimin si ngushëllim emocional dhe problemi bëhet më i thellë. Por nga ana tjetër mos e injoroni. Mos thoni s'ka gjë do kaloj. Mos thoni është fëmijë, le të haj. Mos thoni të paktën është i lumtur, sepse lumturia e fëmijës nuk matet me sa shpesh i plotësojmë dëshirën për fast food. Dashuria nuk është t'i japim çdo gjë që kërkon. Kjo është pika ku shumë familje gabojnë. Kalojnë nga një ekstrem në tjetrin, ose turprojnë fëmijën, ose bëjnë sikur nuk po ndodh asgjë. Asnjëra nuk e ndihmon. Zgjidhja është mes tyre të shohim problemin, ta pranojmë, ta trajtojmë me qetësi dhe ta ndryshojmë rutinën pa e bërë fëmijën të ndihet fajtor për trupin e vet. Dhe tani pyetja është, çfarë duhet të bëjë realisht një familje për të parandaluar këtë problem pa e kthyer shtëpinë në luftë me ushqimin? Parandalimi i obezitetit të rinjt nuk fillon me uri, nuk fillon me dieta ekstreme. Nuk fillon me peshore çdo mëngjes, nuk fillon me komente për trupin, nuk fillon me krahasime, fillon me rutinë. Nëse në çdo shtëpi ka çdo ditë pije me sheqer, patatina, biskota, çokoladata, produkte të gatshme dhe ushqime ultra të përpunuara, mos prisni që fëmia të zgjedhë gjithmonë mollën, kosin, vezën, supën apo sallatën. Fëmia zgjedh atë që sheh, zgjedh atë që ka afër, zgjedh atë që është bërë normale. Trupi kërkon të njëjtën rrugë. Ushqim për të qetësuar emocionet. Hapi i tretë është të shikoni pijet. Shumë nëna fokusohen vetëm tek pjata, por harrojnë gotën. Pijet me sheqer, pijet energjike, lëngjet e paketuara, çajrat e ëmbëlsuar dhe pijet me gaz mund të japin shumë sheqer pa e ngopur realisht fëmijën. Ndonjëherë, ndryshimi më i madh fillon shumë thjesht. Më shumë ujë, më pak pije të ëmbla, jo si ndëshkim, si zakon i ri. Hapi i katërt është mëngjesi dhe vakti i rregullt. Kur fëmia del pa ngrënë mirë, kalon orë të tëra pa ushqyerje dhe pastaj kthehet i uritur, zgjedhja më e shpejtë zakonisht është më e pashëndetshme. Trupi kërkon energji të menjëhershme si ëmbëlsira, bukë të bardhë, snacks, fast food e të tjera. Hapi i pestë është gjumi. Nëna, mos e nënvlerësoni gjumin. Një adoleshent që fle vonë, fle pak ose fle keq, ka më shumë uri. Më shumë dëshirë për ushqime të ëmbla, më pak energji dhe më pak kontroll gjatë ditës. Gjumi nuk është luks, është pjesë e shëndetit metabolik. Nuk mund t'i kërkojmë një fëmijë të ketë energji, përqendrim dhe kontroll mbi ushqimin kur trupi i tij nuk pushon ashtu siç duhet. Hapi i gjashtë është lëvizja.
Por kujdes, lëvizja nuk duhet të përdoret si ndëshkim për ushqimin. Mos i thoni hëngre shumë tani shko e ec. Mos i thoni duhet të djegësh kalorit. Mos e ktheni sportin në dënim. Fëmia duhet të lëviz sepse trupi është i ndërtuar i tillë. Ecje, lojë, sport, biçikletë, not, vallëzim, aktivitet në grup, çfarëdo që i përshtatet moshës dhe karakterit të tij. Qëllimi nuk është trupi perfekt. Qëllimi është trup funksional, energji më e mirë, gjumë më i mirë, humor më i mirë dhe shëndet më i mirë. Nëna, nëse në shtëpitë tuaja kazani dhe garushdja përdoren rrallë, por ushqimi i gatshëm porositet çdo ditë, fëmia nuk ka faj që ushqehet keq. Nuk mund t'i themi fëmijës mos pi pije me gaz, ndërkohë që ne vetë e kemi çdo ditë në tavolinë. Nuk mund t'i themi mos ha para telefonit, ndërkohë që e gjithë familja ha para ekranit. Nuk mund t'i themi lëviz më shumë, ndërkohë që ne vetë nuk ecim as 10 minuta. Nuk mund t'i themi ha më shëndetshëm, ndërkohë që në shtëpi nuk gatuhet pothuajse kurrë. Fëmijët dëgjojnë, por mbi të gjitha kopjojnë. Rruga e mbar fillohet gradualisht. Nëse një familje ha 10 herë keq, le të fillojmë me 2 herë të ham mirë. Nëse fëmia pi çdo ditë pije me sheqer, le të fillojë duke i ulur gradualisht. Nëse nuk lëviz fare, le të fillojë me ecje të shkurtra. Nëse fle shumë vonë, le të fillojë me një orar pak më të rregullt. Nëse ha gjithmonë para telefonit, le të fillojë me një vakt në ditë pa ekran. Ndryshimet e mëdha nuk bëhen gjithmonë me revolucione. Dhe kur duhet kërkuar ndihma mjekësore, kur fëmia shton peshën shpejt, kur lodhet me një herë, kur gërhet ose fle keq, kur ka uri të vazhdueshme, kur ka entje të shtuar, kur analizat tregojnë sheqer, yndyrna ose tension të çrregullt, kur ka dhimbje të kyçeve ose shmang lëvizjen, kur ndihet i turpëruar, i izoluar ose i mbyllur në vetvete. Në këto raste mos e trajtoni vetëm si problem estetik. Kërkoni vlerësim nga profesionist, pediatër, mjek familje, nutricionist klinik ose specialist sipas nevojës. Dhe ju lutem, mos e nisni me dieta ekstreme nga interneti. Mos ja hiqni ushqimin me forcë. Mos e vendosni fëmijën në regjim të ashpër pa këshillim profesional. Fëmijët dhe adoleshentët janë në rritje. Ata kanë nevojë për ekuilibër, jo për frikë nga ushqimi. Nëna, mesazhi im sot është ky. Filloni të ndryshoni çfarë blini, çfarë gatuani, si flini, si hani dhe si lëvizni në familje. Obeziteti te të rinjt nuk është histori turpi, është sinjal që duhet marrë seriozisht. Dhe sa më herë të ndërhyjmë, aq më shumë mundësi kemi të ndryshojmë drejtimin pa e lënduar fëmijën. Nëse kjo video ju ndihmoi ose ju bëri të mendoni për rutinën në shtëpi, ndajeni me një nën, një baba ose një familje që mund të ketë nevojë ta dëgjojë. Mos harroni ta pëlqeni, të lini mendimin tuaj në komente dhe të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për të ndjekur edhe episode të tjera të këtij formati. Ju falenderojmë sinqerisht që jeni pjesë e këtij komuniteti të veçantë, të ndërgjegjshëm dhe gjithmonë në kërkim të informacionit të saktë.